Pas më shumë se 2 vite hulumtime dhe analizave të bëra gjatë 180 ditëve të vitit, rezultatet tregojnë se ndotësit kryesor të ajrit në Gostivar janë pluhuri nga ndërtimtaria, ngrohja me dru dhe djegja e naftës për ngrohje, si dhe ndotja nga automjetet në komunikacionin rrugor. Këto të dhëna u prezantuan në seancën e fundit të Këshillit Komunal të Gostivarit si pjesë e një projekti të mbështetur nga UNDP dhe të realizuar nga laboratori i Universitetit Goce Delçev në Shqip. Projekti ka nisur në vitin 2022 dhe pritet të përfundoj vitin e ardhshëm, me qëllim identifikimin dhe reduktimin e burimeve kryesore të ndotjes së ajrit në qytet. Zharko Ilievski nga Qendra për Ndryshime Klimatike theksoi se rezultatet kanë treguar se 1/3 e ndotjes vjen nga pluhuri mineral, kryesisht për shkak të ndërtimit, 1/3 nga ngrohja me dru dhe pjesa tjetër rreth 40% nga djegja e naftës për ngrohje, përfshirë edhe në disa institucione publike. Në përputhje me këto të gjetura, është përgatitur një plan me 18 masa konkrete për të reduktuar ndotjen. Si ispostavi дека третина от тоа се минералните. Doli se 1/3 nga ndotësit janë nga pluhuri mineral, 1/3 nga ngrohja, gjithsesi djegja e drurit dhe pjesa tjetër e mbetur për rreth 40% nga djegja e naftës. Në përputhje me këtë u përcaktuan 18 masa në planin që përfshin të gjithë këto ndotës dominues në komunë. Në përputhje me këtë u rekomandua larja më e shpeshtë e rrugëve jo vetëm në qytet, por edhe jashtë qytetit, pasi e dim se periudhën e fundit rreth Gostivarit ndërtoheshte shumë dhe pluhuri vinte pikërisht si rezultat i kësaj. Rreth këtyre masave kemi shumë masa për objektet rezidenciale që rekomandohet të investohet në izolim të toplifikuar dhe pompa për ngrohje me qëllim uljen e ndotjes nga druri për ngrohje dhe grimcat PM2.5. Aneta Qiroska, këshilltare nga radhët e VMRO DPMN-s, theksoi rëndësinë e vazhdimit të punës për përmirësimin e cilësisë së ajrit, duke apeluar që përbërja e ardhshme e Këshillit të angazhohet edhe më fuqishëm në këtë drejtim. Внимателно го читав планот за квалитетот, за подобрување на квалитет. Me kujdes e lexova planin për kualitetin e ajrit ambiental dhe vërtet jam e kënaqur pasi janë bërë hulumtime kualitative, u është kushtuar rëndësi të gjithë ndotësve. Por unë dëshiroj të bëj një paralele që si këshilltar këto 4 vite në lidhje me këtë pikë dhe këtë temë kemi bërë mjaftueshëm. Të gjithë këto vite bashkë kemi punuar për të përmirësuar ajrin, gjithsesi në uljen e këtyre grimcave PM10 dhe PM2.5 dhe kemi ndërmarrë shumë masa. Nuk i përmend masat pasi të gjithë i dim, por qëllimi i fjalimit tim është se kur punohet nuk mungojnë sukseset, por gjithmonë kur punohet mund bëhet edhe më mirë. Prandaj ne punuam si grup këshilltarësh, por mundesh edhe më shumë. Prandaj duhet të apeloj deri te grupi i arshëm i këshilltarëve që njëjtësinë që edhe më shumë dhe me më tepër mençuri të qasë në këtë pikë. Pas debatit në Këshill, pika mbi cilësinë e ajrit dhe masat e propozuara u miratuan me shumicë votash. Ndër rekomandimet për periudhën e ardhshme janë ndërtimi i kursive për biçikleta, subvencionimi i mënyrave alternative të ngrohjes pranë visrit, vendosja e fasadave termikoizoluese në objektet publike dhe banesat kolektive të vjetra për të rritur efikasitetin energjetik dhe për të ulur emetimet ndotëse. Ky plan përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt përmirësimit të cilësisë së jetës në Gostivar dhe shembull i bashkëpunimit ndërmjet institucioneve dhe komunitetit për një mjedis më të pastër.